Betejë e vërtetë e audiencës mes dy reality show-ve më të ndjekur të momentit po bëhet gjithnjë më e ashpër, ndërsa Big Brother VIP ka një historik të konsoliduar, Ferma VIP po tregon se është një konkurrent tepër i fortë që po arrin të rrëmbejë vëmendjen maksimale të publikut. Kjo u vure së fundmi përmes një sondazhi masiv të hapur në internet, i cili ushtroi ndjekësve një pyetje mjaft të drejtë për drejtë: nëse Bigu dhe Ferma transmetoheshin në të njëjtën orë, kë do të ndiqnit? Interesi për të shprehur preferencën ka qenë i jashtëzakonshëm. Rezultatet e këtij votimi kanë treguar një garë të ngushtë, por që në fund ka anuar nga formati i ri. Konkretisht, 52% e pjesëmarrësve të sondazhit kanë zgjedhur të ndjekin dinamikat e Ferma VIP, duke lënë pas 48% të votave Big Brother VIP. Ky rezultat tregon qartë se ngjarjet e fundit në Ferm, debatet mes banorëve dhe sidomos hyrjet e bujshme të ditëve të fundit kanë rritur ndjeshëm kuriozitetin e shikuesve, duke bërë që spektakli të fitojë një terren mjaft të rëndësishëm në preferencat e publikut shqiptar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.